Jem gati për parajsën. Kam bërë shumë gjëra për shumë njerëz. Parajsa? Kam qenë shumë i suksesshëm në këtë jetë. Mendoj se do t'i je mirë në përjetësi. Sa shumë dua t'i shoh sërish ata që dua, të kaloj përjetësinë me ta. A nuk është ky qëllimi i parajsës? Po sikur perceptimi që keni për parajsën të jetë i gabuar, po sikur parajsa të jetë më e mirë nga sa e përfytyroni, a jeni gati për parajsën? Një producent donte të prodhonte një serial për parajsën dhe ferrin. Dhe prandaj në serinë e parë ata do të intervistonin një klerik nga Anglia. Ata i bën atij këtë pyetje. Nga e dini ju që ka një parajsë dhe ka edhe një ferr? E po kleriku u mendua për 1 minutë dhe ju përgjigj me një fjalë të vetme. Ai tha, vdis. E po kjo është padyshim e vërtet, por ka një problem shumë të madh me këtë përgjigje. Problemi është se nëse keni bërë zgjedhjen e gabuar këtu në tokë, mes parajsës dhe ferrit, kur të vdisni, do të jetë tepër vonë për të ndryshuar mendje. Kur bëhet fjalë për përjetësinë, nuk ka rikthim pas. Libri i Hebrejve 9:27 na thot se është caktuar. Është caktuar. Thuajeni bashkë me mua, është që njerëzit të vdesin vetëm një herë dhe më pas vjen gjyqi. Për këtë arsye fjala e Perëndis u tregon të gjithë atyre që duan Jezusin, na tregon gjithçka që ne duhet të dimë për parajsën, shtëpinë tonë të përjetshme. Në programin e sotëm dua që t'ju tregoj për 9 bekimet e parajsës. Bekimi i parë i parajsës. Aty nuk do të ketë më tundime. Amen. Ne do të jemi të lirë, vërtet të lirë, të lirë nga tundimet, të lirë nga kundërshtimet, të lirë nga shigjetat e zjarrta të Satanit që ai vazhdimisht i hedh drejt nesh, të lirë nga sulmet në marrëdhëniet tona, të lirë nga dyshimet, nga përçmimet dhe të lirë nga keqkuptimet, të lirë nga gjithë mëkatet dhe faj. Në këtë jetë, ne përballemi me lloj-lloj tundimesh, me lloj-lloj tundimesh të dhimbshme, ne përballemi me to çdo ditë, por sërish me fuqinë e frymës së shenjtë që banon në ne, me fuqinë e frymës së shenjtë që banon në ne, ne mund t'i themi jo çdo lloj tundimi. Por gjithsesi, ne luftojmë kundër këtyre forcave të këqija frymore për sa kohë që do të jetojmë në këtë mish, për sa kohë që do të jetojmë në këtë trup. Për këtë arsye, ne lutemi vazhdimisht dhe mos lejo të bijem në tundim, por na çliro nga i ligu, sepse i ligu është ai që na sjell tundime, dhe prandaj këta të dy shkojnë bashkë me njëri tjetrin. Por lavdi Perëndis që po vjen dita, kur gjithë tundimet dhe sulmet e Satanit do të marrin fund. Po vjen dita kur fitoria jon përfundimtare do të jetë e përhershme dhe përgjithmonë. Pra, bekimi i parë i parajsës cili është? Nuk do të ketë tundime. Bekimi i dytë i parajsës. Nuk do të ketë më humbje. Nuk ka më humbje. Mendoj se që nga më i moshuari mes nesh deri te më i riu mes nesh, të gjithë ata që po e dëgjojnë zërin tim kanë përjetuar ndonjë lloj humbje. Janë larguar prej nesh njerëz që i kemi dashur. Her pas here ne përjetojmë largime, përjetojmë ndarje, përjetojmë humbje të çdo lloji, por jo në parajsë. Më dëgjoni pak. Të arrish në parajsë do të thotë të arrish në shtëpi, ku ne do të jetojmë jo vetëm në unitet, por edhe në bashkësi. E dini se cila është nota kryesore e parajsës? Gëzimi. Gëzimi. Humbjet, pikëllimet, hidhërimet, të gjitha këto do t'i lëm pas në këtë botë. Humbja e martesës,
humbja e reputacionit, humbja e ëndrave, humbja e miqësive dhe të afërmve. Kur ne përjetojmë humbje të çdo lloji, është e lehtë që ne të zhytemi në një dëshpërim dhe në një mungesë shprese. Por të dashur, më dëgjoni pak. Jezusi i ringjallur do t'i mund të gjitha humbjet. Jezusi i ringjallur do të rikthejë gjithçka të humbur. Jezusi i ringjallur do të na jap veten e tij. Dhe bekimi i tretë i parajsës nuk ka më lot. Po vjen dita kur në një çast sa hap dhe mbyll syt, të gjithë lotët e mi do të fshihen. Të gjithë lotët tanë. Ne e dim që kjo jetë është një lugin lotësh, që kjo jetë është një lugin vajtimesh. Në fakt, vargu më i shkurtër në Bibël që edhe fëmijët e mësojnë në shkollën e së dielës, vargu më i shkurtër në Bibël është tek Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 11 vargu 35. Jezusi çau. Kjo më jep gjithmonë ngushëllim. Jezusi çau. Vetëm 2 fjalë, por që kanë një kuptim të thellë. Kanë një kuptim të thellë. Jezusi, kur shkoi në fshatin e Betanis, pas vdekjes së mikut të tij Lazarit, Biblia thot Jezusi çau. Ju lutem më dëgjoni me kujdes. Ata lot të Jezusit do të thoshin shumë për njerëzit që e pan të qante. Ata than, o, shiko sa e donte atë. O, shi sa e donte atë. Tani, Jezusi e dinti që ai do ta ringjallte për së vdekur ish Lazarin, ai nuk qau për shkak të pikëllimit apo diçka të tillë. Lotët e Jezusit ishin shumë më të rëndësishëm, ishin shumë më domethënës se sa thjesht një pikëllim për miqtë e tij. Të jeni të sigurt që ai e donte Lazarin. Por ato ishin lot pikëllimi mbi atë që mëkati kishte bërë. Ato ishin lot mbi vdekjen që erdhi si pasojë e mëkatit të Adamit dhe Evës. Gjithashtu në kryq ju kujtohen gratë që po qanin dhe që Jezusi u tha që të mos qanin. Ai u tha atyre që të mos qanin sepse nga këndvështrimi njerëzor e premtja e mirë dhe kryqi i Krishtit dukeshin sikur ishin fundi. Por lavdi Perëndis që në orët e para të mëngjesit të së dielës, kryqi i Krishtit u bë një derë e hapur për ringjalljen tonë dhe shpengimin tonë. Vdekja e Krishtit nuk ishte humbje, por ishte fitore. Kryqi i Krishtit nuk ishte fundi, por ishte fillimi. Kryqi i Krishtit nuk ishte një pengesë, por ishte një depërtim drejt gjithë përjetësisë. Dekurajimi dhe dëshpërimi, që të gjithë i përjetojnë me raste, nuk mund të mbijetojnë. Nuk mund të mbijetojnë në praninë e shpresës së parajsës. Ato nuk mund të mbijetojnë. Prandaj bekimi i tretë i parajsës, të gjithë lotët do të fshihen. Bekimi i katërt është se nuk do të ketë më vdekje. E di që vdekja është e frikshme. Unë e di këtë. Vdekja është një pikpamje misterioze. Vdekja është duke pritur për të gjithë ne. Për të gjithë ne. Besimtarët e krishterë nuk mund të shpëtojnë hijes së saj. Por sa po ne kalojmë përmes vdekjes dhe futemi në parajs, vdekja e humbet tmerrin e saj. Vdekja e humbet thumbin e saj. Sepse Jezusi kaloi përmes vdekjes në mënyrë që ata prej nesh që e njohin atë, ata prej nesh që e duan atë, mund ta dinë me siguri se vdekja nuk është fundi i jetës. Sa po kalojmë në parajs, vdekja venitet në të shkuar, vetë vdekja vdes. Vdekja është mundur, vdekja nuk ka më fuqi mbi ne. Edhe frika nga vdekja mposhtet gjithashtu. Në parajs, vdekja është plotësisht e pafuqishme. Bekimi i pestë i parajsës. Nuk ka më pengje. Nuk ka më pengje. Unë nuk e di për ju, por për mua diçka e ngelur peng është një nga ndjesit më të këqija në botë. Mendoj se të gjithë kemi pengje. Ju edhe unë kemi pengjet tona.
Të dashur, fjalët dhe veprimet tona kanë pasoja. Edhe bota laike na e thot këtë. Ato kanë pasoja dhe këto pasoja nuk mund të zhbëhen. Por faleminderit Perëndis, faleminderit Perëndis, faleminderit Perëndis, që ai mund të na jap fuqinë dhe forcën që na duhet për t'i hedhur pas krahave. Që t'i harrojmë gjërat që na kanë mbetur peng. Pse? Sepse Jezusi na ofron një falje të plotë dhe ai na ofron hir për gjithë mëkatet tona, edhe për gjërat që na kanë mbetur peng. Jezusi mbizotron mbi gjithë dështimet tona dhe mbi gjithë fajin që i hedhim vetes në këtë jetë. Të gjitha veprat mëkatare dhe egoiste që ne nuk do t'i mbajmë më mend. Perëndia i ka fshirë ato, ka fshirë gjithë rekordet tona. Perëndia ka zhdukur gjithë fajin ton dhe gjithë gjërat që na kanë mbetur peng. Dhe bekimi numër 6. Nuk ka më ndarje. Tani kjo është e ndryshme nga humbja. Unë do t'ju shpjegoj pas pak këtë. Nuk ka më ndarje. Te Zbulesa kapitulli 21 vargu 1, Gjoni shkruan: Dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar. Tani dëgjojeni pak këtë. Jeni gati? Dëgjojeni pak këtë. Ai thot: dhe deti nuk ishte më, D-E-T. S'kishte më det. Dua që të mendoni pak për këtë, mirë, sepse duhet ta vendosni veten në vendin e Gjonit, të Gjonit të Zbulesës. Mendoni se pse kur ai pa qiellin e ri dhe tokën e re dhe nuk pa më det, ai u entuziazmua, ai u ngazëllye për këtë. Pse? Sepse ai ishte në mërgim, ishte në një ishull, i ndar, i rrethuar nga uji, i rrethuar nga deti, në ishullin e Patmosit. Për të, deti përfaqësonte një ndarje nga njerëzit e dashur që ishin në kontinent, në anën tjetër të detit. Por kur ai sheh qiellin e ri dhe tokën e re, ai thot lavdi Perëndis që nuk do të jemi i ndar. E kuptoni, kur ai mendoi se nuk do të kishte më det, kjo për të u bërë një sinonim që i tregonte se nuk do të kishte më ndarje. Nuk do të kishte më ndarje. Të dashur, ne po presim që Jezusi të rikthehej dhe të na marrë në shtëpi. Ne do të kemi një marrëdhënie të lavdishme me Zotin ton. Por ne do të kemi marrëdhënie të lavdishme edhe me njerëzit e dashur që kanë shkuar para nesh. Nuk do të ketë më ndarje. Bekimi i 7 i parajsës. Nuk ka më ngarkesa të mëdha. Unë mendoj se mallkimi më i madh i jetës në shekullin 21 është se jemi të mbi stresuar. Jemi të mbi përkushtuar. Jemi të mbi ngarkuar. Ngutja dhe agjendat mund të jenë padron të pamëshirshëm, mund të jenë vërtet, dhe ato mund të rënojnë jetën tonë shpirtërore. Ju premtoj për këtë, unë kam përjetuar vetë, e di këtë. Mund të rënojnë kohën tuaj të devocionit me Jezusin, që na nevojitet për të kaluar kohë në intimitet me të. Të dashur, nëse ka diçka që duhet ta mësojnë besimtarët e krishterë, është kjo, më dëgjoni me kujdes. Mësoni të krijoni një bashkërendim më të madh me parajsën, ku do të jeni përgjithmonë dhe për gjithë përjetësinë. Mos lejoni që shqetësimet e kësaj bote dhe problemet e kësaj bote t'ju heqin syt nga vendi ku do të jeni përgjithmonë. Te Zbulesa 21-23 Gjoni shkruan: dhe qyteti nuk ka nevojë për diell as për hënë që të ndriçojnë të, sepse lavdia e Perëndis e ndriçon atë, dhe llamba e tij është qengji. Ne nuk do ta jetojmë më jetën tonë sipas lindjes së diellit apo sipas fazave të hënës. Gjithë ndriçimi për të cilin do të kemi nevojë do të vijë nga froni i Perëndis.
Do të vi nga froni i Perëndis dhe ju kam thënë edhe më parë, froni i Perëndis nuk është thjesht një mobilje ku ulet Perëndia. Jo, kur Perëndia flet për fronin e Perëndis e ka fjalën për qendrën e universit. Ai është qendra e universit. Ne do të jemi të lirë nga skllavëria e kohës, e orës, e agjendave dhe afateve. Ne do të jemi të lirë nga takimet dhe telefonatat e pafund. Ne nuk do të vrapojmë nga një takim në takimin tjetër. Ne nuk do ta jetojmë jetën me nxitim dhe do të kemi kohë pafund për të bërë çdo gjë që Perëndia do që ne të bëjmë, që Perëndia na ka dhënë për të bërë. Pra, po vim te bekimi numër 8. Nuk ka më errësirë. Nuk ka më errësirë. Nuk ka më errësirë. Në Rom mund të vizitoni birucat në burgun e Mamertinës. Në fillim u gërmua për të qenë një cistern natyrore, si një burim natyror ujë. Ishte e pamundur që të arratiseshe që aty. Të burgosurit futeshin përmes një vrime në tavan, vetëm kjo ishte hyrja. Ushqimi dhe uji futeshin përmes së njëjtës vrim nga futeshin edhe të burgosurit. Ja ku ishte ai. Edhe në mes të errësirës, pali nuk e humbi kur shpresën, sepse ai e dinte se do të shkonte në një vend me dritë të pafund dhe dritë të përjetshme. Por unë dhe ju e dim se ka një lloj tjetër errësire, sa vetëm errësira fizike. Ekziston edhe errësira e paditurisë. Ekziston edhe errësira e keqkuptimeve. Ekziston edhe errësira e zemërimit. Ekziston edhe errësira e urrëties. Ekziston edhe errësira e përçmimit. Të gjitha këto do të zhduken kur ne të shkojmë në parajs. Në parajs nuk do të ketë më errësirë njerëzore. Nuk do të ketë errësirë njerëzore, sepse aty ne do të shohim zbulesën dhe thellësinë e motiveve dhe sjelljes njerëzore. Gjithçka do të ekspozohet në dritën e tij të mahnitshme. Bekimi i 9 i parajsës nuk do të ketë më zhgënjime. Nuk ka më zhgënjime. Një nga realitetet më të vështira të jetës është përjetimi i zhgënjimeve dhe pakënaqësive. Ju lutem më dëgjoni. Edhe pse ne e njohim dhe e duam Jezusin, edhe pse e njohim hirin e tij shpengues, edhe pse jetojmë në mirënjohje dhe falënderim që na ka shpëtuar, sërish ndonjëherë gjejmë veten duke e pyetur Perëndin. Zot, pse nuk i je përgjigjur pyetjes që kam bërë për vite e vite e vite me radhë? Zot, pse jeta ime duket si pa kuptim në këtë moment? Zot, po përpiqem të të ndjek ty, po përpiqem të të bindem ty, por sërish gjithçka duket se po rënohet në jetën time. Por sërish lavdi Perëndis, që të gjitha këto do të zhduken në çastin që hym në parajs. Pastaj në parajs, larg një jete të zbrazdët dhe pa kuptim, ne do të jemi të zënë duke mbretëruar dhe sunduar mbi universin bashkë me Krishtin. Kur Jezusi na kërkoi që të luteshim, kur dishepujt i tha na mëso se si të lutemi, ai tha lutuni kështu: Atë ynë që je ku? Pse e tha ai këtë? Të gjithë e dinin që Ati ishte në qiell. Por ajo që Jezus Krishti po bënte që në fjalin e parë, të lutjes që ai na mësoi, ishte se ai donte që ne ta ngrinim shikimin ton drejt qiellit. Ai donte që ne të ngrinim syt për të parë madhështinë e Perëndis, për të parë madhërinë dhe fuqinë e Perëndis. Ai donte që ne të përqendroheshim te burimet e pafundme të qiellit që kënaqin të gjitha nevojat tona. Po, Ati ynë është në qiell, më dëgjoni pak. Ati ynë vërtet është në qiell, por ai është më afër jush se sa vetë zemra juaj. Ai është më afër jush se sa vetë zemra juaj. Ai po kujdeset për ju tani dhe këtu në tokë.
por në të njëjtën kohë ai po përgatit një vend për ju në qiell. Tani do të mendoni se të gjithë besimtarët duhet të jenë më të shqetësuar për të investuar në qiell, siç tha Jezusi. Përqëndrimi te parajsa prodhon perëndishmëri këtu dhe tani. Përqëndrimi te parajsa na sjell gëzim dhe ngushëllim këtu dhe tani në mes të sprovave. Përqëndrimi te parajsa i vendos vuajtjet dhe dhimbjet tona toksore në një perspektivë të përjetshme. Përqëndrimi te parajsa na fuqizon ne për të jetuar me fitore mbi mëkatin dhe mbi tundimin.